Në Kukës si çdo fund vit është organizuar koncerti festiv I fëmijëve të qytetit. Atmosfera festive u soll nga nxënësit e talentuar të shkollave dhe fëmijët e qendrës së kulturore, të cilët përmes interpretimeve, këngëve dhe baletit organizuan koncertin e fundvitit për prindërit dhe mësuesit e tyre në Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina. Kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, life and night. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe nënkryetari I bashkisë Avdullah Domi, si dhe drejtori I zyrës vendore të arsimit parauniversitar Kukës, Kreshnik Gërbolli. Në fjalët e tyre përshëndetëse, ata jo vetëm uruan festat e fundvitit, por theksuan edhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim mbështetjen e të gjithë nxënësve dhe zhvillimin e talenteve të reja. Por jam I bindur se projektet e bashkisë Kukës as ka munguar dhe as do të mungojnë. Unë sot jam këtu për t'ju uruar nxënësit ekselent në bashkisë tonë, me emër të bashkisë Kukës, po dhe të zotit Albert Halila, dhe për t'i garantuar se investimet në bashkinë tonë do të vazhdojnë me ritmin që ka pasur këto vitet e fundit. Ka nxënës të mirë në një klasë, unë e bën me shumë pasion. Por edhe ku nuk ka, është I detyruar ta bëj që ne kemi një rezultat të mirë për të gjithë nxënësit. Të dashur prindër, që ne të kemi rezultate më të mira në shkollë. Duhet që kemi pak më shumë bashkëpunim. Mos fokusohemi vetëm te komunikimi elektronik, por kemi pak më të interesuar, të kuptojmë pak më shumë mësuesit dhe të rrim pak më shumë afër fëmijëve tanë. Kulmi I koncertit festiv ishte momenti simbolik I përcjelljes së vitit të vjetër dhe pritjes së vitit të ri, I shoqëruar me duartokitje dhe emocion nga publiku I pranishëm. Baba gjysh, përveç rezultateve të larta në shkollë, unë kam lexuar shumë libra, ndihmoj shumë dhe mami. Baba gjysh, e di se këtë tetor fillova kursin e baletit, shfaqje, paqe dhe më lumturoj shumë. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë fëmijëve që të largohen nga rrjetet sociale dhe të afrohen pranë në librit. Bota është kaq e bukur kur zbulohet përmes librave. Ka I puna dhe lumtur. Po gëzojmë këngëlle hare, ti së bashku të festojmë. Mirë si u gjeta fëmijët të Kukësit. Jam shumë e lumtur që kam ardhur të festoj me nxënësit e dalluar. Së bashku do mësojmë, do luajmë me do qeshim, do jemi krenaria e mësuesve dhe e prindërve tanë gëzuar. Ju dua shumë. Vitemi, ora ime po bie. Unë plaku po largohem, me fëmijë tjerë do të shkoj të takohem. Tu me ju, ribiri im, që ju sjell vetëm gëzim. Jam të mirë. Në fund të koncertit të festiv I organizuar në kuadër të vitit të ri dhe tashmë I kthyer në një traditë, nxënësit e dalluar u vlerësuan me dhurata si shenjë motivimi dhe mirënjohje për punën e tyre. Aktivitetet tilla festive jo vetëm që sjellin atmosferën e festave të fundvitit, por shërben edhe si një hapësirë nxitse për talentet e reja, duke forcuar lidhjen mes shkollës, familjes dhe institucioneve vendore.